Festa e ditëlindjes së parë të Luna Mariellit ka nisur me shumë emocionesh dhe buzëqeshjesh, ndërsa rrjetet sociale janë mbushur me foto që tregojnë se sa me dashuri dhe përkushtim është organizuar kjo ditë kaq e veçantë për vajzën e vogël të Luizit dhe Kiarës. Nuk janë thjesht tullumbacet shumë ngjyrëshe, dekorimet e kuruara deri në detaje apo torta e mrekullueshme që e bëjnë këtë festë të duket si një përrallë, por janë ndjenjat që reflektohen në fytyrat e prindërve të rinj që e bëjnë këtë moment kaq të paharrueshëm për të gjithë ata që i ndjekin dhe i duan. Në një nga fotot më të shpërndara në rrjet, Luna Mari shfaqet në krahët e mamas së saj, e veshur me një fustan ngjyrë ari që ndriçon si vetë buzëqeshja e saj, ndërsa Kiara shfaqet me një gëzim të sinqert që flet më shumë se çdo fjalë. Dhe pranë tyre qëndron Luizi, i cili nuk sheh emocionin dhe krenarinë që ndjen në këtë ditë ku gjithçka rrotullohet rreth vajzës së tyre. Dekori në sfond përfshin harkime pastel, formacione tullumbacesh në ngjyra roz, lejla dhe të bardhë që krijojnë një ambient të ngrohtë dhe të ëmbël, ndërsa torta ka emrin Luna Mari dhe është zbukuruar me karamele shumë ngjyrëshe që ngjajnë me lodrat e fëmijërisë së gëzuar dhe të pafajshme. Ky organizim nuk është vetëm një festë, por një dëshmi e qartë se sa e dashur është Luna jo vetëm për prindërit, por edhe për të gjithë ndjekësit që e kanë ndjekur që nga dita e parë të këtij rrugëtimi familjar. Në çdo detaj të kësaj dite ndjehet përkushtimi i madh i Luizit dhe Kiarës për ta kthyer këtë përvjetor në një kujtim të paharrueshëm, jo vetëm për veten e tyre, por edhe për të gjithë ata që kanë qenë pjesë e historisë së tyre të dashurisë dhe tani janë bërë pjesë e jetës së Lunës. Komentet që kanë vërshuar në rrjetet sociale janë të mbushura me urime nga më të ndryshmet, me fjalë që vijnë nga zemra dhe me ndjenja të vërteta që tregojnë se Luna Mari është kthyer në një figurë të dashur publike, pa thënë ende asnjë fjalë, thjesht duke qeshur, duke u rritur dhe duke ndriçuar ekranet me ëmbëlsinë e saj. Ky është një nga ato momente që për një familje ka peshë të jashtëzakonshme, sepse përveç një feste, është një ndalesë reflektimi, një falënderim i heshtur për këtë vit të kaluar plot emocione dhe një nisje e mrekullueshme për vitet që do të vinë. Dhe ashtu siç shihet qartë në këtë foto, në atë tortë, në buzëqeshjet e Kiarës dhe Luizit dhe në duart e vogla të Lunës që duken sikur përqafojnë gjithë botën, shihet një lumturi që nuk ka nevojë për fjalë të mëdha.